Nesër mbahet seanca gjyqësore në gjykatën themelore në Prizren në rastin e vrasjes së 26 vjeçarit Auron Thaçi, i cili humbi jetën pas një therrje me thik. Nëna e Auronit, zonja Esma, vjen sërish në studio këtu, direkt nga aeroporti. Është ndalur këtu sepse natyrisht nesër do të jetë prezente në seancën që do mbahet në rastin e djalit. Esma, si je fillimisht? Faleminderit, mirë jam. Përshëndetje edhe juve, që më stut për herë të dytë në stafin e ju më qenë këtu studio. Erdha me shprej mendimin tim, me shprej mendimin e popullin, me shpënda dhimbjen e Auron Thaçit. Nesër do të mbahet seanca e Auron Thaçit. Me qenë dëshmitarët Pizeris Linda, MD Shepaptoria Yska. Pra, nesër do kuptoj, është emocionuar dhe më vjen keq që nuk po arrin ta mbash veten, pavarësisht kohës që po kalon. Pra, nesër është seanca dhe pritet të jetë goxha vendimtare, sepse për ta kujtuar pak për shikuesit, pasi kishte pësuar therrje, pra, nga vetura në cilën ishte me shokët e tij, Auroni ishte hedhur në rrugë përpara këtyre lokaleve. Pronarët e këtyre dy lokaleve nesër do dëshmojnë, për atë që kanë parë dhe gjithçka tjetër. Nesër kanë me dëshmu, kanë me qenë zatem këtë seancë ma herët ishin, dhe zatem, amo çka po di, tash kjo seanca që ishte Birgita Curit, pak nuk jem kanë e kënaqshme, se kum një edhe dish sa shumë e kom pas e kanë fshef dishka. Pe Auron, nuk jem e kënaqshme me gjykatën, se nuk e kanë shenu që është ngjarja. Djali ka qenë dyeri shpërthym, na nuk e kena ditë, a ditë në gjyqë, kam po me dashje, a pa dashje. Te as nuk e ke ditë se sa ka qenë lënduar? A ditë mjekja ligjore kur ka spjegu dhe shumë jem abit, a e kam shef, a me dashje, a pa dashje, pëse e kam shef, nuk pe di. Unë a ditë në gjykat, para kamerave, para krejtve ku mësu unë. A je lejuar të ta shohësh për para s'djepje lamturinën e fundit? A e ke parë trupin e djalit pasaj? Jo, se ku më thë. Tash i kena dasht, i kena thë se kanë mi prunë dhe ato fotografiz. Atë ma Auroni ma u ka shdukun, atë nuk e shokur. Auronin a ditë kër e kumë bip në aeroplon, e kumë pa veç, për Turqis kër e kumë pru për Kosovë. Unë ma ata se kumë pa veç për mes telefonit. Po tashti unë e sinona Auronit, e shprej dhimbjen me popullin me krejtësit, e ta marren ato denimin e durës. Atë ma Auroni ma nuk thehet kur. Po sa do pak për me maletu edhe mu këtë dhimbjen, që ato jetë rinë burg, jetë marrin burg të përjetë shumë bare. E kanë shujt një djallë të rinë, lullet e rinis. Kanë mytë një mënyrë mizores, si të themë, s'po di asë që me thë. Ata të dy janë në borg, ka një masë para burgimi, edhe njerë për shikuesit që mbase nuk e mbajnë mend rrëfimin tëndë. Pse ja bën këta Auronit? Qka ju ka pengu Auronit? Po di vallaj që ka me thonë edhe unë, iq kur gjo s'ka pas, kish pas nëjë problem kanë mytë. Asë është përmendur asë në gjykat motive? Jo, hiq. Vetëm unë që e kumë pa që ato të thonë ati kumë shpalos. Po fotografit në Instagram? Po, që ato që e kumë pa, i kumë shpalos, ato të akuzorat hiq kur gjo nuk po folin, zate ma la si kanë pyta ato, s'po bisedojnë kur gjo s'po shpalosin, ala aty. Sa të Birgita Curi ku ishte a ditë, se në këtë krajnë këtu ja pas kam shumë me tërnavida, shtrafsiger, njoni mra pa në shpinë, tjetëri kam që dhe me i kërë. Është shpuar me... Shtrafsiger, jo me thikë. Me shtrafsiger i kanë ra këtu, në gjokës, njoni i ka ra për para. Ato e kanë bërë një plan, si ta thëmë, minu mezore e kanë, minu makabër. A i ke dëgjuar, a kanë dhëndë një deklarat aty, pëse që ka kanë dhëndë mes tyre, pëse? A do të zbulot motivit në njëherë pëse ta kanë vra djalin? Jo, hiq. Asë nuk i kanë marrë ato më pytje, vetëm avukati i ajrullajt, veç si më bërë nervoz aty po bërë nervoz, një dy lëshon ajrullajn, e djalin e kanë mytë lëshoj e lëshoj. Qa kom e lëshu që a i nesër ku dele mytë edhe dikon tjetër, një fëmi tjetër kujna. A i du të me ma një denim përjetëshëm, një burg të përjetëshëm, me gjithat e nesajnë. Se e ka bajt me kere dhe e ka lonë, e ka ndollë kerin, e kanë pas, zatim edhe nesër kanë me shpalos si video, edhe erën e kalume, videon e kanë qitë kretë e keni pandor. Po, veç është hedhur. E veç është hedhur edhe i ka grajt kerit, ka shku për ortakoll edhe i ka dhonë gaz kerit. Dhe qka do thonë pronarit të lokalve? Pronari i lokalit, vallaj, nuk do i kemi tregu djemë të vetë,
Ima i ke fsheft, atë djali me telefon, do është e kini pasi video. Mu edhe mja u që në telefon me pa dhe me shpalo sekret e kam pa. Ato jo së janë djemë të mi jo këto, ato 2 djemë të atina ish, të pronarit. Ato nesër kanë marrë me dëshmu, pëse si ja kanë afundimën, që e kanë parasin, saj nuk do i keme spjegu. E nesër tash ta këqyrim që po bëhet, nesër kam e mësu dishka. Një mesazh naturisht për rastin tuaj, një mesazh për gjitha nënat që mund t'jenë prekpur si ty, Isma. Shumë zorë, e që Allah i edhin. Allah i kërkon më se provën se zmaron s'ka. S'po di më tash, po ndoket se këtë dynjoja më ka hup, s'ndoket asë që punoj. Po që ato 2 fëmijët si i kam në mbasatime tash po mbana. Isma, ti jeton në Turqi dhe keni jetuar Turqi, Auroni erdhë në Kosovë, pavarësisht që ju ishte atje. Sot, a je pishman që e ke shumë ardhë këto? Po ka pas qef në vend vetin dhe edhe vajza po ka qef marrë, dhe edhe djali tjetër. Në vend vetin qysh më s'melshua, mo s'po di vallaj, tash kam frikë me lëshu, tash më ardhë ato vetë. Edhe vetë që po vi po kam frikë për atimve. Pse, ke frikë se do ato, takmira? Mustafa shumë po më kërcënon kur posh, po tash se 2-3 sancat nuk pe pranojnë ato familjen ative mrena, veç babën e vetë pe pranojnë. Po pse të kanë qu sinjale, të kanë thënë diçka? Ka po di, po folin fjallë në dyta, s'po di si pa dhimt, njërin me e mytë, me bo që shtu në nuk po kuptoj që fa njerëz jo. Njerëz shumë pa shpirt, shka të thëmas. Unë uroj shumë që naturisht drejtësia triumfoj dhe minimalisht ti... Inshallah marim burg të përjetshëm ju. Jo që do gjesh mbase forcë ta kalosh të se bën një nan kur, por me gjitha të drejtësia triumfoj. Kjo është rëndësishme. Vallaj besoja di se shpolim në katundarqe. Sa të blenë vajza, djali dishka, shpirtim djekë që se kom atina mja ble dishka. Faleminderit shumë Isma, që ishte Faleminderit sot dhe bëu fort ta kalosh këtë dhëmbje dhe bravo që vazhdoni lufton. Për ditë. Suksese nesër. Faleminderit. Ato të vjen dikush prej juve. Jam e sigurt që dikush nga ekipet e Klan Kosovës, por dhe mediave tjera do vinë dhe ta përcjellin seancën. Faleminderit shumë, Isma. Po i në gjysh shumë. Kthehemi pas pak. Shumë zorë në gjysh shumë. Kur pishu ato.